Përshëndetje nga sofra shqiptare, kam sjellë recetën tradicionale të poçës me peshk të holluar në një mënyrë pak më ndryshe se poçët e zakonshme. E kam përgatitur me ojë kosi dhe mini zhviqi. Besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen. Në një më të madhe i hedhim 3 vezë. Shtojmë një gotë 200 ml shemë kos, një gotë 110 ml shemë vaj, apo një gotë çaji, dhe me një tel kuzhine përzi mirë masën derisa ta fitojmë një masë homogjene. Kam përzier mirë masën, ta shtoj miell do na duhet dikon 400-450 gram, mirë pas njëherë nuk dihen fikse, kështu shtojmë një pjesë, ja shtojmë një lugë mesme me krip, gjysmë paketimi me pluhur për pjekje, dhe masën e përzim, duhet që të fitojmë një brumë të njëjtë sikurse brumi i baklavës. Përzim në fillim kështu me një tel kuzhine. Besoj se mjaftueshëm e kam përzi kështu me tel apo me një lugë. Tash do filloj që brumin ta punoj me dorë. Brumin kështu ta punoj me dorë, hedhim miell përsëri. Miellin e shtojmë gradualisht. Në këtë mënyrë ja kontrollojmë trashësinë. Pra njëjtë si kurse brumi baklavës duhet na del. Kam fitu një brum, pothuajse si brumi i baklavës, pra një brum elastik, i butë, jo i fortë. Tash e mbulojmë enën me kapak ku ndodhet brumi dhe lojmë në ambient dhomme që brumi të pushojë për 30 minuta. Brumi ka pushu mjaftueshëm, e largoj nga ena, kalojmë tavolinën e punës, hedhim pak miell që brumi mos ngjitet për tavolinë punës. Dhe brumin e punojmë kështu. Punojmë pak, ka dalë një brum shumë i mirë, pasi ka pushu, është bërë një brum elastik, dhe brumin tash do e ndoj në 20 kuleç, në 20 pjesë të barabarta. Në fillim e ndojmë kështu në 2, dhe ja japim një formë zgjatur dhe pjesës tjetër. Dhe nga secila pjesë nxjerrim nga 10 copë, vetëm se mundohem që t'jenë me masi të njëjtë. Secilës pjesë të brumit ja japim formën e kulaçit, kështu, duke rrokollisë në miell. Japim një formë të lëmuar që më lehtë të bëhet më pas hapja. Ja në këtë masi ka dalë kuleçt. Në mënyrën e njëjtë vazhdoj me gjithë pjesët e brumit. Kemi formu gjithë kuleç, tash i vendosim në një tepsinë të lyer me vaj, kështu një nga një, që përsëri brumi i poçës të pushoje. Ka dalë një brum shumë i mirë. Sa më shumë që të pushoje brumi, aq më mirë do dalin petat. E mbulojmë tepsinën me një pecetë kuzhine.
dhe lojnë që të pushoj në ambient dhume për gjysmë ore. Kuleç kanë pushu mjaftueshëm, tash fillojmë hapjen, i marrim 4. Në fillim 4 copë i marrim dhe fillojmë hapjen e tyre. Kështu i hapim një nga një në një masi dikon rreth 15 cm 13. Hapjen e bëjmë montën e shestës, hedhim në shestë sa herë që ka nevojë. Tash mont shkopit përgatim, fillojmë që ta bëjmë hapjen, vetëm se mundohen në formë rrethore ta bëj hapjen. Besoj se është mjaftueshëm. Në mënyrën e njëjtë bëjmë hapjen e 4 kuleçve në masinë e njëjtë. Pasi kam hapur të 4 kuleç, atëherë bëj renditjen e kuleçve njërin mbi tjetrën, duke i shtruar kështu në shesë, duke u hedhur. Vendosim petën e dytë, hedhim në shesë, petën e tretë, përsëri hedhim në shesë, dhe petën e katër. Dhe i lajmë kështu në njërin skaj tavolinës punës dhe vazhdojmë tutje me hapjen e 4 kuleçve tjerë. Tash i hapim 4 kuleç të tjerë, ashtu si që i hapim dhe më parë, duke shtruar në shesë, dhe më pas kur bëjmë hapjen i rendisim njërin mbi tjetrën, kështu 4 copë dhe fitojna 5 peta të tilla nga 4 kuleç. Vazhdojmë tutje në mënyrën e njëjtë. Kemi bërë hapjen e 20 kuleçve dhe i kam renditur kështu njërën mbi tjetër nga 4 copë, kam fitu 5 të tilla dhe i kam lënë që të pushoj për 15 minuta tjera. Tash do filloj të bëj hapjen përsëri e bëj me një shesë, mirëpo tavolina e punës duhet të jetë e pastër vazhdimisht kur bëjmë hapjen, kështu derisa ta formojmë një petë të madhe. Brumin e kthejmë herë nga njëra anë, herë nga ana tjetër, sepse të bëhet hapja paralele të gjithë petave. Munduhem që ta bëj në një formë rrethore apo drejtkantsh, nuk do ketë problem, të dyja do i përshtaten. Hedhim në shesë sa herë që ka nevojë. Na duhet dikon rreth 300 gram në një shesë. Kështu. Bëj nga ana tjetër brumin tash dhe i marr i rrokollis të gjitha në shkopin si çurej, ndahen shumë lehtë, nuk ngjiten. Pasi u kam shtruar një shesë mjaftueshëm, përsëri i kthej një nga një tek shkopi i përgatim. Shumë mirë janë duke shkuar.
Tash I hedhi një sheste, petës parë, shtroj petën e dytë, përsëri I hedhi një sheste, petën e tretë, hedhi një sheste, dhe vendosi petën e katër, shtroj një sheste, dhe tash vetëm se do bëj hapjen, nuk do I ndaj kështu që ti rrokolles tek shkopi, pasi nuk do ngjiten, nuk do ketë nevojë, vetëm se përqendrohu gjatë hapjes tek qoshet. Kam hapur 8-4 kuleçt në masi rreth 50 cm. Është bërë shumë mirë. Ndahen petat, ja pra, janë të holla, nuk ka nevojë që ti ndaj, kështu 4 për një herë, qofse I rrokollisim ashtu siç e rrokollesëm te shkopi për gatim, dhe ju shtrojna një sheste, nuk do ketë nevojë. Tash petën me një pikë picash do e ndaj në 2 pjesë të barabarta, dhe secilën pjesë përsëri do e ndajmë në 2 pjesë. Pra, 4 pjesë kemi fitu, dhe tash filloj që kështu të bëjmë brumin në një lloj harmonike të ndrydhim, dhe kështu e sjellim dhe fitojmë një copë poqë në këtë mënyrë. Ju mund t'i bëni edhe më të vogla qofse doni, mirë po në këtë masi janë tamam, dhe në mënyrën e njëjtë formojmë gjithë poqët, kështu nga brumi, rrokollisim, dalin shumë mirë. Vazhdojmë tukje. Të gjitha në mënyrën e njëjtë. Pasi u kam dhënë formën gjithë poqëve, atëherë do I vendosi në tepsin. Tepsia nuk ka nevojë që të lyhet me vaj apo me gjallë. Këto masat poqës janë të përshtatshme për një tepsi të shporetit elektrik. Do me thënë, do na dalin 20 copë me poqë. Dhe në mënyrën e njëjtë vazhdojmë tutje me hapjen e të gjithë petave tjera. Pra, kështu, tavolina duhet jetë e pastër vazhdimisht, hapja bëhet në mënyrën e njëjtë, në masinë e njëjtë, hedhim një sheste sa herë që të ka nevojë. Brumin rrokollisim herë nga njëra anë, herë nga ana tjetër, që petat të hapen paralel. Pra, kur ta hapni kështu në masi dikon rreth 25 ose 30 cm, bëni rrokollisjen e secilës petë veçaveç, kështu tek shkopi për gatim, dhe përsëri do I kthejmë dhe do hedhim një sheste. Vendosim petën e dytë. Petën e tretë. Petën e katër. Dhe fillojmë që të bëjmë hapjen, ashtu si që hapëm petën e parë, dhe petën e dytë dhe hapim në masi të njëjtë, në masi dikon rreth 50 cm. Vetëm se përqendrohemi tek qoshet.
Kemi përfunduar me poqën, tash I hedhim sepër gjallë. Unë këtu kam 350 gram me gjallë të shkrirë, të cilin e kam shkrirë dhe e kam lënë që të ftohet. Tash secilës I hedhi kështu sepër. Mundohem vetëm se mirë ta bëj gjithë sipërfaqen me gjallë. Rreth 2 lugë gjallë mjaftueshëm për secilën, është 2 lugë gjelle. Kështu, ju hedhin në mënyrë të njëjtë të gjithave. Kam hedhur gjalpin, kam harru që të cek, mund të shtoni margarin qofse doni, vetëm se vaj nuk ban që të shtoni, pasi që do merr një aromë shumë të keqe poqja kur pjekët, dhe poqja është gati për pjekje. Gjatë përgatitjes e kam nxjerr furrën në 250 gradë dhe në atë temperaturë do e pjeki për 5 minuta, më pas e uli temperaturën në 150 gradë për 1 orë e gjysmë, 1 orë. Këtu kam zier mish viçi, cilin e kam coptuar kështu në copsa të vogla, e kam zi me ujë dhe me vegeti. Kam hedhur asgjë tjetër. Tash lëngun do ja shtoj poqës, vetëm se sa ta largoj nga zjarri. Poqën e kam largu nga zjarri, është vole nxehtë, ka dalë shumë e mirë. Tash do ja hedhim lëngun e mishit. Lëngu I mishit është vole nxehtë dhe poqja është nxehtë. Kështu mundohem që të hedhi tek secila copë e poqës lëng mishi mjaftueshëm që të bëhet zbutja. Me siguri se nuk do e përgatisni në ditën e Bajramit, do e përgatisni 3-4 ditë apo një javë para. Atëherë në ditën e Bajramit, vetëm se e merrni poqën dhe e fusni në furrë nxehtë 150 gradë, e nxehni mirë, e largoni nga zjarri dhe ja kaloni kështu lëngun e mishit. Pra është I nxehtë, poqja e nxehtë, dyat duhet që t'jenë të nxehta vaj. Besoj se mjaftueshëm I kam hedhur lëng mishi dhe poqën do e kthej në temperaturë 150 gradë derisa të shterret lëngu. Poqës ju ka shterrur lëngu I mishit, ka një aromë shumë të mirë. Tash e marrim sipër dhe ja vendosim ajkën e kosit apo kosit, varësisht se çfarë I vendosni ju. Kështu, nga pak të secila do vendosi sipër. Ja kam vendosur sipër ajkën e kosit, tash do ja vendosi mishin. Kështu. Tek secila nga një copë, nga një katrore. Besoj se shumë mirë. Dhe sipër ja hedhim biberin e përguar me vajin, kështu. Tek secila shtojmë nga pak. Ka një aromë shumë të mirë. Në gjithë copat e poqës hedhim kështu nga pak biber të kuq dhe vaj.
Besoj se është mirë. Sipër mund t'i vendosni edhe vezë të zira, e lojmë pak të ftohet dhe është gati për konsumim. Konsumohet e nxehtë, e ftohtë, varet nga dëshira juaj. Dhe poqja është gati për konsumim. Ta largoj një pjesë dhe ta shihni se si ka dalë. Vërtet ka dalë shumë e mirë. Pjesa e parë largohet pak me vështirësi, kurse tjera do e keni më lehtë. Ka dalë shumë mirë, ja dhe si duket. Ta ndajmë pak. Brendësia, gjithë ju motra që përgatisni në këtë mënyrë poqe tradicionale, ju bëft mirë. Ju falinderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia, jepni komente të bukura, urime festa e Bajramit, mi mbeqi nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.